Kusht ka thonë që nëse vjen ti ki më m'gjitu prit halo. Më s'kapo, më shpreso, më s'kalo nej mu, s'ka me t'pëlq. Falja po me qfa? Falenderit. Falja po me... Test, jo, test, do të volta. Test. Test, jo. Test.
sheshin më të mirë të Republikës, pranë sheshit Ibrahim Rogova Skënderbeu. Fitoren e madhe të lidhjes demokratike të Kosovës Prishtinë, fitoren përparim Ramës për kryetar të Prishtinës. Lejoni që t'ju falenderoj fillimisht për gjithë rrugtimin e bërë bashkë në këtë garë, për kryeqytetin tonë, për Prishtinën tonë, për lagjet tona, për familjet tona. Ju jeni forca kryesore fitores tonë, prandaj kjo fitore është e juaja. Urime juve për këtë fitore të madhe. Du të falenderoj se cilin njeri, se cilin aktivist, se cilin veprimtar, që vazhdoj të besoj rrugtimin tonë për një Prishtinë që punon, që ecë, që zhvillohet me LDK dhe përparim Ramën në krye të saj. Dua t'i falenderoj në veçanti të 47.000 votuesit e Prishtinës që rikonfirmuan edhe një herë fitoren tonë. Por sonte të dashur qytetar, dua t'ju them se fitoria Prishtinës, fitoria kryesore e kësaj gare, nuk është vetëm fitore e LDK-s, është fitore e gjithë Kosovës, është fitore e shpresës, është fitore e ringritjes së madhe dhe kombëtare. Dhe me këtë fitore duat të nuk ka humbës. Përparim Rama është kryetari secili qytetar të Prishtinës, edhe i atyre që na kanë votuar, edhe atyre që nuk na kanë votuar. Jemi pak për të ndarë, jemi shumë pak për të përqarë, jemi bashkë, jemi popull fisnik, Prishtinën e duam të gjithë, Prishtinën do të gjithë. A kimi bjuten? Por nga ky shesh, lejoni të uroj dhe komuna tjera, 7 sos përfshirë dhe Prishtinën për një fitore spektakolare në këto zgjedhje lokale. E urojmë Pepën, e urojmë Junikun, e urojmë Dragashin, e urojmë dhe Vitin, e urojmë natyrisht Prishtinën, e urojmë secilin komunë dhe Lipjanin dhe Istogun më parë për fitoret e madhe që i kemi shënuar në këto zgjedhje. LDK udhëheq në gjithsej 7 komuna, duke qenë kështu partia më e madhe. Le të jetë kjo fitore një shpresë për rrugën që e kemi përpara, jo por edhe për qytetet tjera, edhe për Republikën e Kosovës dhe fatin e popullit tonë. Ju kam thënë, po ju them, dri do të ketë këtë Republikë, Prishtina foli e para, Prishtina do të flet e para. Dhe tani në këtë moment, në duartrokitjet e mëdha tuaja, letja japim fjalën kryetarit të tashëm dhe të arshëm të Prishtinës, përparim Rama. O, Prishtina jam e zemrës, Prishtina jam e zemrës, ju dua shumë, ju falemderit shumë për besimin që ma keni dhënë edhe për 4 vjetë së bashku. Na prifte mara. Sot është fitore e të gjithë qytetarëve të kryeqytetit, sot është fitore e të gjithë Kosovës. Prishtina tregoi që don zhvillim, Prishtina tregoi që nuk don bllokim. Pra shkojmë përpara drejt të djathtës së zhvillimit. E i thojmë jo sabotimit. E filluam 4 vite më parë
me projekte të mëdha për transformim të kryeqytetit tonë të zemrës, se Prishtina nuk është Prishtinën tash po e bëjmë metropol së bashku. E filluam me një vizion të qartë, filluam me qindra projekte, shumë prej tyre i krymë, shumë prej tyre janë në proces, e këto 4 vitet e ardhshme Prishtina do të lulëzoj, ju premtoj që së bashku Prishtina do të lulëzoj. Me unazën e kryeqytetit, gjithsesi si projekt madhor që do ta shtyjmë përpara. Tash jemi edhe një koqir të lojrave mesdhetare 2030. Unazën e mbrendshme po e përfundojmë rrugën Gjimgjema po ashtu. 10 shkolla kemi fillu po i përfundojmë plus 5 tjera, me mësim tërditor, me transport të ri të Prishtinës, po e vazhdojmë edhe transportin e ri metropolitan. Prishtina po lulëzon. Prishtina tashmë është kryeqytet i artit e kulturës. Çdo vit secili shesh po mbushet me evente të ndryshme, turizmi është ngrit, qytetarët bota po vjen te ne. Kjo është Prishtina e ëndrave tona, Prishtina të cilën të gjithë e duam. Prishtinën që po e shtyjmë përpara së bashku. Sheshet nuk po na dalin boll, do t'i vazhdojmë deri te xhamia e madhe. Me projekte madhore si qyteti i mençur që e kemi menduar që është si ëndër, po tash është realitet, Prishtina ka shku për tej. Me projekte të tjera të cilat i kemi prezantuar, nuk ka asnjë dyshim që të gjithë ne do të mburremi me vendin ku jetojmë, me vendin e ëndrave tona, me vendin e mundësive, me vendin e kreativitetit e inovacionit, të gjithë së bashku Prishtinën po e bëjmë evropiane dhe ju falenderoj nga zemra që më keni besu. Edhe ecim përpara Prishtinën për tej së bashku. Faleminderit edhe Lumirit e ekipës këtu, Albinës, e Kristales, e Eonës, e të gjithë të mrekullueshëm këtu, që së bashku kemi punuar aq shumë e aq fort, që përkundër gjitha sfidave, gjitha blokadave, kemi ardhur në vendin që e meritojmë, po ne nuk ndalemi prej sfidave e blokadave, ne do të vazhdojmë. Dhe i kërkoj edhe kundër kandidatit tim që të reflektoj. Që të bashkëpunoj, sepse është për të mirën e të gjithë fëmijëve dhe të fëmijëve të tij. Pra, e thras qeverinë e tashme të detyrë dhe çfarë do qeverie që do të vinë të ardhmen, që t'jetë bashkëpunues me kryeqytetin, sepse kryeqyteti është motori ekonomik i zhvillimit të gjithë Kosovës. Kryeqyteti është zhvillimi i artit dhe i kulturës së gjithë Kosovës. Kryeqyteti është zemra e gjithë Kosovës e kombiton, prandaj kushdo që vjen në nivel qendror duhet të jetë bashkëpunues, e unë nuk kam dyshim që edhe njëri muaj e gjys do ta kemi edhe Lumirin atë provincën. Na i ka premtu e dini që ka premtu 1.5 miliardë investime, që së bashku do ta transformojnë kryeqytetin tonë të zemrës, po për të gjithave, të jemi bashkë, të punojmë bashkë, se kur jemi bashkë e punojmë bashkë, për të partive nuk ka që na ndalë. Prishtina e ka tregu këtë, ju faleminderit nga zemra që gjithmonë e tregoni rrugën e duhur, sikurse sot edhe në të ardhmen. Pra të ecim për tej së bashku me një Prishtinë të mrekullueshme, një Prishtinë të ëndrave, një Prishtinë evropiane.
Faleminderit nga zemra, na prifte mbara së bashku. Na prifte mbara së bashku. Në mbyllje të këtij tubimit par festiv, sepse feja sonte do të ketë në Prishtinë gjithandej. Lejoni edhe një herë t'ju drejtohem gjithë mbështetësve të shtëpisë së madhe të lidhjes demokratike të Kosovës. Juve burrave grave që i mbani me kranëri këto flamoj lart. Mbani lart. Le të jetë kjo një ditë kujtimi për ju. Mbani lart dhe krenaoni. Ne jemi lidhja demokratike e Kosovës. Shpresa e parë dhe e fundit e Republikës Kosovës. LDK.